Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 17 deri më datën 23 mars të 2025. Kemi një javë me vështirësitë e veta, por njëkohësisht edhe me disa probleme që ndikohen shumë në fusha të ndryshme, siç është ajo ekonomike, e financave dhe jo vetëm. Kërkohet vëmendje, nëse jemi të kujdesshëm dhe për çfarë bëjmë dhe për çfarë jemi të interesuar, asgjë nuk ndodh përkundrazi. Por kërkohet vëmendje në çështjet ligjore, kërkohet vëmendje në ndikimet që kanë të bëjnë për sa përket kësaj jave, por këto janë kalimtare, do thosha një diçka problematike. Por le të hedhim një sy kësaj jave çfarë ndodh, çfarë ndikon dhe ku duhet bëjmë kujdes. Kemi ndikimin nga në datën 20 mars. Kemi këndën që bën dielli me Neptunin tek Peshqit, që ndodh në fakt është hera e fundit që dy trupa qiellor takohet tek Peshqit, duke filluar që nga viti i ardhshëm, ky takim do të zhvillohet çdo vit në shenjën e dashit. Ky kënd është veçanërisht krijues, favorizon punë të reja, favorizojnë ndryshimet. Në lidhje me dashurinë, problematika që mund të keni pasur mund të rregullohen. Dhe jo vetëm kaq, por dhe mundësi në çështjet ekonomiko-financiare. Është gjithashtu një ndikim që nëse nuk kemi të kujdesshëm ose nuk dim me kë flasim, me kë bisedojmë, atëherë kërkohet kujdes dhe vëmendje. Kjo nuk është dita e duhur për vendime të rëndësishme në çështje praktike, për sa përket datës 20. Dhe ndikohen shumë të ridiqit të parë dhe të dytë, siç janë binjakët Virgjeresha, Shigjetari, Peshqit të ridiqit të tretë, ose ata që kanë planete në këto shenja. Po të në njëjtën ditë kemi ekuinoksin pranveror, fillimi i vitit të ri astrologjik. Edhe pse ne kemi hyrë zyrtarisht në pranver që nga 1 marsi, por me datë 20 mars është dita e ekuinoksit pranveror, në thelb hyjmë në pranver, siç shënohet nga hyrja e diellit në dash. Dashi na frymëzon të jemi të guximshëm dhe vendimtar në jetën tonë. Në fillim të vitit të ri astrologjik shohim dhe ndikimet, dhe jo vetëm kaq, por marrim përgjegjësitë tona, se lindin nga ndryshimet dhe ndikimet. Po të vini re, hëna bën një cikël prej që të vi prap tek dashi do 12 vite, sepse çdo muaj, çdo 30 ditë kalon nga shenja në shenjë. Kemi datën 21 mars, formohet një gjashtkëndësh me Afroditën e retrograd nga dashi me Plutonin në ujor. Ky kënd tregon intensitetin dhe emocionet tona, kryesisht në planin romantik. Kjo do të thotë do të pasur kujdes sepse lidhjet e shkurtra ne dalin gjata dhe problematike. Prandaj keni kujdes në lidhjet tuaja dhe nga xhelozia në persone të tretë, vini veshën bëni kujdes, dashurinë, zemrën tuaj mbajini juve. Mos ekspozoni mirësitë e juaja, sepse nuk është në të mirën tuaj. Kjo ndikohet shumë në lidhje me punën aktuale, kurse në ekonomi dhe në stabilizimet ekonomike favorizohen shumë binjakët, peshorja, ujori, ata që kanë lindur në fillim të shenjës, pra në ridiqin e parë, ose ata që kanë planete në këto shenja. Kemi datën 23. Data 23 mars, dielli formon një kënd me Afroditën në retrograd në dash, i cili do të ishte një aspekt i shkëlqyer nëse Afrodita nuk do të ishte në retrograd. Kjo megjithatë heq një pjesë të shkëlqimit dhe favorit të saj. Megjithatë, është një ditë ku mund të ndjehemi intensivisht, emocionalisht, që kemi mundësi apo gjëra të tjera që t'i bëjmë pak më vështirësi, por ja arrim qëllimin. Kjo do të thotë që jo vetëm kaq, por mund të marrim një lajm shumë të mirë nga një dokument, nga dokumenta të rëndësishme, qoftë edhe të papritur që do të ketë një zhvillim pozitiv në çështjet financiare. Ky kënd veçanërisht është i dobishëm për dashin, Luanin dhe shigjetarët e ditëlindjes që kanë lidhur në fillim të shenjës së tyre, ose ata që kanë ascendente në këto planete. Gjithashtu, në të njëjtën ditë kemi diellin tek dashi që formon një gjashtkëndësh me Plutonin tek ujori. Një kënd që tregon
se ne mund të kemi më shumë kontroll mbi jetën tonë. Ne jemi më efektiv në qëllimet tona nëse tregojmë për kushtim dhe këmbgulje. Ndikojnë pozitivisht shenjat dashi, luani, shiketari, binjakët, peshorja, ujori, të dhjetëdhjetit të parë dhe të dhjetëdhjetit të tretë. Ndikime, favorizime dhe jo vetëm. Kjo do të thotë që mundohuni që të zgjidhni diçka dhe të arrini aty ku juve ëndërroni, sepse asgjë nuk është e vështirë nëse dim ku do të shkojmë dhe çfarë duhet të bëjmë. Tani, para se të filloj me parashikimin e kësaj jave, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që jeni të interesuar për një parashikim të detajuar, atë duke klikuar te kjo faqja roz, astrologo.al, e klikoni dhe atje mund të shikoni të gjeni zgjidhje mbi çështjet që vë keni, mbi ndikimet që vë keni dhe çfarë juve dëshironi atje ditor, javor, mujor apo dhe vjetor. Nëse me një paketë vjetore mund të flisni sa herë të doni, pa kufizi. Nëse me një mujore, 3 mujore, ju e dini vetë dhe shikoni se si funksionon shërbimi. Dhe duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni në sekretariat, vendosni të dhënat atje, pastaj jeni gati të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Por ju që doni që në kohë që ne jemi live dhe kërkoni të dërgoni një SMS. Dhe duke dërguar SMS-n, tek ai butoni atje, e klikoni, jeni gati, pastaj për të dërguar SMS-n në kohën që keni klikuar të gjitha dhe pastaj mund të dërgoni SMS-n dhe të merrni live përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 12 shenjë zodiakale dhe fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqenëse se dashi ka disa ndikime për sa përket çështjeve afatgjat ose punës. Mirë është që duke filluar nga kjo periudhë, sepse është një periudhë ku vërtet në disa raste mund të jetë e vështirë, por jo e pakalueshme në fushën e karrierës ose në fushën e biznesit. 10 ditë që parë duhet të jetë i kujdesshëm, sepse në harxhime që do të ketë të dalë disa çështje pune të papritura, mirë është të bëj një bisedë me njeriu kryesor, sepse është në të mirën e tyre dhe është një moment që vërtet ndihmon në këto çështje. Dhjetëdhjeti i dytë do merret shumë me punën aktuale, edhe pse jemi në valë të punës të shumë gjërave që mund të ndikojnë, por edhe pse jeni pak të mërzitur në një çështje e kaluar, ka dalë në sipërfaqe. Jo, mos u shqetësoni fare, sepse më mirë tani se kur, që ta keni gjithmonë në veten tuaj, që të thoni se çfarë po bëhet, çfarë po ndodh. Por në anën tjetër është momenti dhe mundësia më e mirë, sepse juve jeni më tepër platonik se sa ndikimet e tjera që mund të bëjnë, sepse keni intuitën, keni atë ndryshimin e madh që vjen tani e tutje. Por gjithsesi, mos u shqetësoni fare, sepse kjo periudhë është periudha ku ndikon në gjëra të mëdha, në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por dhe jo vetëm. Megjithse ditët e para të kësaj jave, hënë e martë, mundet që të bëni diçka të mirë, por kujdesi kërkohet, sepse nga një çështje pune, nga një çështje kredie, mirë është t'ia anashkaloni disi ose të shikoni çfarë do të bëni, sepse nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi, por probleme. Mirë është të prisni pak dhe më pas të bëni çfarë të doni juve. Por gjithsesi, kjo është një periudhë që kërkon shumë kujdes në çështjet që lidhen me gjëra të mëdha, kontrata të rëndësishme, mund të bëni nga mesjava, do ishte mirë për juve. Për sa i përket të dhjetëdhjetit të tretë, një çështje problematike që ka pasur para disa kohëve, kjo lidhet me jashtë, për ju që jeni në Angli, ka të bëjë shumë dhe duhet kujdes, sa më të kujdesshëm jeni aq më mirë për juve në fakt, sepse gjërat mund të jenë ndryshe për ndryshe mendoni, ndryshe veproni, por me sa duket gjërat janë pozitive dhe është mundësia për të zgjidhur një problem të madh. Të 30 ditësht në fushën e dashurisë, në aplikimin e dokumentacionesh, edhe pse kemi Mërkurin në retrograd, që ka filluar nga data 14, por nuk është diçka
që mund të themi me anën tuaj nga 14 ndarke, se 15 është vazhdimësia. Dhe një nga mundësitë ose çështjet e rëndësishme, mirë është të prisni pak, sepse në bashkim familjar, në dokumentacione, në gjëra të kësaj natyre nuk është se ka një problem shqetësues, por më mirë jeni sa më të kujdesshëm, është aq më mirë për juve. Në një njohje që ta ktheni në lidhje serioze, duket se është me peshore të dhjetëçit të dytë, ku është një mundësi e artë në lidhje me vendimet, në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje, sepse është një kohë shumë e mirë në fakt për juve, sepse mund të mendoni çfarë doni të bëni dhe ku doni të arrini. Dhe kjo ju ndihmon në këtë drejtim. Edhe pse mund të keni pasur disa problematika të ndryshme, por këto janë kalimtare dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e drejtësisë dhe e imunitetit, që do thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit të dhjetëçit të parë, edhe pse keni pasur disa probleme nga më të ndryshmet, por unë them që tani për tani është një periudhë mjaft e mirë, për çështjet e karrierës suaj, për çështjet e vendosmërisë që do të keni, por dhjetëçi i parë duhet të jeni kujdesshëm mos të nxitohet në vendime të rëndësishme, por gjithsesi juve e keni një mundësi plus për sa i përket gjërave që do të ndikojnë në fushën e dokumentacioneve. Më tepër vlen për jashtë kjo javë, sepse juve keni aplikime dokumentacionesh, keni gjëra që jeni në pritje, por është i kënaqësim vete, sepse keni pasur shumë gjëra që nuk janë realizuar më përpara, dhe keni bërë dhe vini në pritje të lajmi dokumentacioni për shembull, nuk e keni marrë, keni rifilluar. Dhe kjo me Merkurin në retrograd do të thotë mbyllen çështjet e së shkuarës, dhe plus një diçka tjetër që mund të ndikojë, mund të ndodhi shumë shpesh, për sa i përket disa gjërave të ndryshe rregullohen dhe ndryshe juve besoni, por gjithsesi unë do thosha që tani e tutje gjërat do jenë më të kollajta për gjërat që doni të bëni, dhe është një mundësi e mirë tani për tani. Por gjithsesi juve jeni në fakt në disa dilema që mund keni për sa i përket punës suaj. Unë them jo, sepse do t'i zgjidhni problemet që i keni pasur, sepse demi gjithmonë mundohet shumë bëj diçka, por nuk ka arritur qëllimit në mënyra të ndryshme, por mundësitë janë tani e tutje. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë të dhjetëçit të dytë, do ndryshojnë një qytet ose shtet, që është një mundësi tani, mund të jetë e mundur të ndodhi kjo, sepse mund të realizohet, falë zgjuarësisë dhe rëndësisë që jepni juve, është një mundësi mjaft e mirë tani. Në çështjet aktuale, meqense keni pasur një problem javën e kaluar ju në një çështje gjyqësore, do ketë shtyrje, sepse edhe koha ka treguar që juve keni mundësinë për sa i përket gjërave të mëdha në lidhje me ekonomi, në lidhje me çështje të tjera, por unë them që kërkohet vëmendje dhe jo një problem shqetësues. Në çështjet e dashurisë, edhe pse keni pasur një ndarje juve të shenjës së demit, si për shembull dem ujor, dem virgjëresh, janë disa ndikime shumë të mëdha, prandaj mundohuni që të jeni pak a shumë sa më të korrektshëm, të guximshëm, do ta thosha më tepër, sepse jeni juve dhe keni mundësinë për gjithçka që juve bëni dhe realizoni. Por gjithsesi, edhe pse kemi ekuinoksin pranveror që ndikon shumë në anën e karrierës, në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendime të mëdha, dhe kjo ndikon në pozicionimin e planeteve, sepse frymëzon dhe u jep mundësi, u jep forcë për të ecur përpara. Në dhjetëçit të tretë do të jetë pak i vëmendshme, nëse do të ndryshoj punë, do të presi pak, mos të nxitohet, të javë të mendoj, dhe të bëj çfarë të doj barazëm në shtyre, por nëse e keni vendosur më përpara, nuk ka vend për të shqetësuar, sepse ka i diçka mes asaj që është e bërshme dhe mes asaj që nuk është realizueshme për momentin. Por unë them që po, nuk ka problem tu, është diçka
e mbarë, mundësit janë të mëdha dhe mund të përfitoni. Në disa çështje të tjera që mendohet që demi dhjetëçi të dytë, edhe pse do bëj një blerje. Këtë blerje mund ta bëni, por ta shikoni në dokumente të rëndësishme. Këta që janë më të dobishme për juve dhe ju duhet me patjetër. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt se mund të keni një problem në lidhje me pasurinë e palishme. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ndryshimit të madh, që do të thotë binjakët. Përsa përket binjakëve, për binjakët unë do thosha që tani për tani mundoni që çdo gjë bëjni me plan. Sepse tani për tani, vjeti që parë është futur një jo nuk është thjesht dritë hije, për shkakun që nuk niset ose nuk ndryshe mendon, ndryshe vepron, por disa fjalë që janë bërë dikur. Dhe juve keni thënë një sekret tuaj për ndihmuar. Dhe në një moment caktuar, ky mund të dali. Çfarë mund të bëjmë që kjo të jetë e fshirë nga memoria? Ditën e mërkurë, ditën e ejte. Por juve keni probleme ligjore, keni probleme më të ndryshme, nuk e di unë. Është mirë të trokisni, sepse është diçka e madhe që mund të ndikojë dhe mund të stabilizojë gjërat e mëdha. Gjithashtu, është periudha, është momenti, është koha ku ndihmon, rrezaton në atë që dëshiron. Për një mirë arsye, unë di dhe ta them me bindje të plotë, që kjo periudhë është një periudhë rishikimesh, periudhë vendimesh. Edhe pse nëse, po sikur është pak larg, por mendoj, veproj, gjykoj dhe vazhdoj. Është motoja e kësaj jave. Dhe unë do thosha më merrni vendime të duhura, të rëndësishme, sepse është diçka praktike. Dhe meqense juve keni të gjitha mundësitë, dhe është një mundësi mjaft e mirë në lidhje me çështjet e gjërave të mëdha, sepse java mbyllet me diellin që formohet një lidhje me Afroditën, që është në retrograd në dash, po ju ndihmon për juve të binakët e dhjetëçit të dytë, sepse kanë pasur disa probleme të kësaj gjëje, por kjo nuk ka vënë për të shqetësuar, sepse do ta zgjidhni vetveti juve, është një kohë e mirë kjo, për sa i përket arsyes së punës suaj, për sa i përket gjërave që juve keni dhe ndryshime që do të keni tani në tutje. Vërtet juve jeni në gjendje të përgjigjeni gjithçka, në fakt, vështirë apo e lehtë apo ku diun, është dhe koha tani që për gjithçka që dëshironi dhe juve keni, mund të prisni dhe pak që gjërat të vinë vetiu aty ku duhet. Sepse është kjo mundësi, është një rast shumë pozitiv, është një rast shumë i mbar në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe të çështjeve të mëdha. Sepse një nga momentet dhe kohët e duhur që ka të bëjnë kjo periudhë, është periudha që vërtet ndryshojnë gjërat në mënyrë më të shpejtë, por për juve ka diçka shumë të madhe, sepse lidhjet afatgjatë, koha e punës, vepриmet dhe vendime që mund të merrni janë shumë pozitive për juve, por do të keni kujdes për të dhjetëçit të tretë në një çështje ligjore, edhe pse ka shtyrje, shikojni pak gjërat e hollësishme, sepse këtu mund të ndodhet diçka që për juve jeni mërzitur për një çështje që e drejta drejtësi nuk ka lumaj që ka, juve e keni dhe do triumfoni, mos u shqetësoni fare. Bëhet fjalë për një pasuri e palushme për juve binjakë të dashur dhe kjo do të zgjidhet pikërisht tani. Në dashuri, dhjetëçi i parë që ka lidhje mund të ketë lidhje me peshk, dhjetëçi i dytë lidhje me peshore, dhjetëçi i tretë mund të ketë me akrep të dhjetëçit të dytë. Të gjitha këto lidhje që ndikohen, është e momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar dhe për të parë në çështjet që juve keni ose atë që juve dëshironi, sepse është një moment mjaft i mirë për të stabilizuar familjen tuaj, për stabilizuar gjërat e juaja dhe mirë është mbas të mërkurës
të njëjtën e tutje mund të bëni gjëra të mira, të rëndësishme për sa i përket kësaj jave dhe të zgjidhni probleme në fushën e dashurisë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e kulturës dhe e rëndësisë së veçantë, që do thotë shenja e gaforës. Për sa i përket gaforeve, për gaforet duket se ora ecën më shpejt se ç'duhet. Një nga mundësitë dhe çështjet e rëndësishme madje kanë të bëjnë në këtë periudhë, kur ka të bëjnë me punën viti i parë, sepse pret diçka në fushën e karrierës, dëshiron që të realizoj një punë shumë të madhe. Dhe kjo është një punë e madhe që për juve ka ndikime shumë të mëdha në fushën e ekonomisë, në fushën e karrierës dhe të vazhdimësisë. Por mundohuni me pak kujdes të bisedoni me persona që juve njihni mirë. Se kjo javë, ndryshe flet ti këtu, ndryshe thot ai pas derës. Dhe keq kuptimet ose bisedoni me njerëz që njihni mirë. Bisedoni me njerëz që juve dini çfarë doni të thoni dhe çfarë ai të kuptoj. Sepse do ndodhin shumë keq kuptime, debate pa qenë nevojshme. Këto vlen për tek 10 diçi i dytë, pra ne duhet të ketë kujdes, kurse 10 diçi i tretë nuk ka diçka për të shqetësuar përveç se një çështje kredie mund të marrë dhe mund të dalë fituar. Për sa përket dashurisë, lidhjet afatgjat janë me ujor, por njëkohësisht edhe me dash të 10 diçit parë ka diçka shumë të madhe, sepse ndikohen dhe juve, si shej uji që jeni me shenjë zjarri, ka diçka shumë të madhe dhe është mundësia me ardh. Kurse bashkim familjar, dokumentacione që mund të keni, gafore që ndodhen në Angli për shembull, apo në një vend tjetër, është një mundësia shumë e ardh tani, ku juve mund të keni një bashkim familjar me peshore të 10 diçit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësive, që do thot luani. Për sa përket luanëve, për luanët kjo periudhë është një periudhë që vërtet ka mundësi luani të realizoj një çështje të madhe, që do thot ekonomi, do thot punë, do thot realizim, sepse është kjo periudhë tani që vërtet koha ka treguar që fati do, sido që të jenë gjërat, është një kohë e përshtatshme mbi stabilizimin dhe gjërat konkrete që mund të jenë, sepse është periudha që mund të diktojë dhe ndikojë shumë gjëra në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, por njëkohësisht është një moment shumë pozitiv, që moment i artë në çështjet ekonomike financiare për juve të shenjës së luanit, sepse vazhdimësia nga mesi i javës ka disa gjëra pozitive, prandaj shfrytëzoni në maksimum, se është një periudhë mjaft e mirë, sidomos data 21, data 22, 23 janë 3 ditë rresht që është një mundësi mjaft e mirë e dobishme për sa i përket çështjeve që lidhen me punën, që lidhen me takimet dhe ndryshimet që mund keni. Edhe pse jeni pak a shumë të mërzitur për sa i përket vendimeve që merrni ose çështjeve që mund keni pasur, por unë them që tani për tani çdo gjë shkon mbar, e keni vendosur dhe e dini se çfarë doni të bëni, por unë them që me kalimin e kohës gjërat do jenë më ndryshe, sepse ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me disa takime dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Vendimet të rëndësishme merren në kohën e duhur, por edhe gjërat e tjera që do të keni dhe do të shikoni që do të ndryshojnë në farë mënyre, por është dhe kjo periudhë mjaft ndryshe mendon, ndryshe gjykon me dy gjëra që me dy standarde, mund ta thosha unë, mund të diktoj, por nëse jemi të kujdesshëm, asgjë nuk ndodh për një mirë arsye, sepse kemi mundësitë që mund t'i zgjidhim. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore,
një luan me peshk, luan me akrep, sidomos, është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet do të keni mundësinë që të bisedoni më shtruar, të gjini një zgjidhje, sepse mbas është momenti, mbas e keni dhe kohën tuaj për ta zgjidhur një gjë të tillë. Por meqense keni një luan që ka ascendente për shembull në ujor, atë do thot lidhja me një ujor është më se sigurt për të ardhmen. Por në dashuri gjithmonë gjërat kanë mënyrën e tyre, por nëse do dëshironi që të bëni lëvizje nga puna, këtë javë unë do thosha jo, prisni pak, sepse çështja e ditësh është që juve të gjeni punë të re dhe stabilizoni gjërat që juve dëshironi. Sepse është pikërisht kjo periudhë dhe ky moment është më i miri dhe gjërat mund të jenë më pozitive në anën tuaj dhe në drejtimin e gjërave që juve keni. Megjithatë, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura, vjen një moment tani që gjërat të zgjidhen vetë dhe jo të shqetësoheni për çështjet ligjore, kurse në ato shpirtërore të 30 vjeçët ka një ndikim shumë të mirë, edhe nëse keni pasur me binjak, keni pasur me akrep, keni debatuar për mënyra për tjetër, por kjo nuk është se ka diçka për të shqetësuar, nuk ka diçka për të thënë se çfarë mund bëhet, por është e koha më e mirë e mundshme tani e tutje ku gjërat do jenë më mirë në fushën e dashurisë dhe po ju jeni në Itali për shembull, do të shkoni në një shtet tjetër, koha është e juaja. Me bashkëshortën, me njeriun tuaj të zemrës ose një fejes është e mundur të ndodhi në këtë javë, por mbas datës 22 dhe 23, ku janë 2 ditë shumë të mira për gjëra të tilla, sepse mbas ditës sidomos ka ndikim favorit. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo është shenja e ndryshimit që do thot Virgjëresha. Përsa përket Virgjëreshave, për Virgjëreshat në fakt tani në këtë periudhë janë pak nevrike. Janë nevrike se ndryshe mendojnë, ndryshe veprojnë, disa fjalë pa baza që kanë dëgjuar. Unë ju them mos u shqetësoni, ditëshit parë them mos shqetësohet, sepse ka diçka shumë të madhe tani që mund të ndikojë në favorin tuaj. Dhe është një mundësi shumë e mirë mbi gjërat që do të ndikojnë tani e tutje. Periudha ose koha më e mirë të ditëshit parë të Virgjëreshës duket se është dita e hënë, dita e mërkurë, janë 2 ditë shumë të mira, për sa përket zgjidhjes tuaj, ose të bëni një blerje, ose në çështje me paran. Ka gjase që kjo të ndodhi. Kurse, dhjetëdiqi i dytë, dhjetëdiqi i tretë, ose të 30 diqët, do të kenë shumë kujdes në këtë periudhë, në lidhje me punën e tyre, në lidhje me ndryshimet e udhëtimet, sepse nxitohen pak për të arritur në finish, por mirë është që të prisni pak, mos të nxitoheni. Në lidhje me çështje shpirtërore, miqtë të shenjës së Virgjëreshës, për të 30 diqët, duket se kanë të bëjnë bashkim familjar me akrep, me dash, ku janë ndikimet shumë të mira. Por nuk ka shanse në këtë botëndan është me peshk, sepse kanë përballë dhe kanë atë ndjesinë që ata duan me njëri tjetrin, realizojnë me njëri tjetrin, dhe është e koha ku gjërat vinë gradualisht dhe mundësit janë të mëdha për të arritur dhe për të rregulluar, stabilizuar gjërat që doni. Në disa çështje të tjera nuk ka vend, sepse juve mendojeni shumë në lidhje me udhëtimet që mund të bëni, por unë them që tani në këtë periudhë ka vend për të rregulluar, sepse dini se çfarë bëni, dini se ku do të shkoni, nuk ka vend për të shqetësuar. Por një kujdes të veçantë do të bëjnë dhjetëdiqi i dytë nëse dëshiron të bëjnë një aplikim për sa përket një dokumenti, është mirë ta rishikojë një herë, mos është bërë gabim, që mos ketë kthim pas. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësive të mëdha dhe e drejtësisë, që do të thotë shenja
e peshores. Për sa i përket peshoreve, çfarë ndodh me peshoret? Për peshoret, në fakt, kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë në lidhje me gjërat që do të ndikojnë, në lidhje me kontrata të rëndësishme financiare, lidhje me një takim që do bëni tani e tutje ku gjërat do jenë favorin tuaj, sepse jo disfavor për të favorshme, sepse shkohem në momentin më mirë i mundshëm, sepse për juve jo se ka të bëjnë në periudha të ndryshme në fakt gjërat ndodhin, por peshoret e dhjetëçit parë, edhe pse kanë marrë një punë të dytë, po s'po ja dalin dot për një mijë arsye, se janë shumë të drejtë dhe duhet të shikojnë pak oraret. Dhjetëçi i tretë, dhjetëçi i parë, që lidhet me një udhëtim pune, por aty ku do të shkoj mund të bisedoj, por jo të firmosni dokumenta të rëndësishme. Unë do thosha që gjithë javës xhanën, po nëse është diçka shumë urgjente, mund ta bëni ditën e martë para dite. Sepse ka të bëjnë shumë kjo, dhjetëçi i dytë nëse ka të bëjnë dhe këtë. Nuk ka se ka diçka për të shqetësuar në anën tjetër, por kërkohet vëmendje. Dhe kjo bën që nga donjëherë gjërat të jenë krejt ndryshe nga ç'e mendoj dhe është paksa problem në lidhje me anën tjetër të punës suaj që ju keni. Nëse do t'ju duhet një ofertë që mund të merrni për rritje rroge ose rritje në detyrë, unë do thosha, nëse keni të domosdoshme një gjë të tillë, sepse është i burim të ardhurash, por unë ju them që bëni pak kujdes, mos u shqetësoni, sepse shqetësoni shumë shpejt dhe nuk është mirë që juve të shqetësoni. Prandaj bëni kujdes në lidhje me bisedat që do bëhen edhe nxitimi. Këto dy gjëra largojeni këtë javë, sepse mund të prishni disa ekuilibra që ndryshe mendonit, ndryshe veproni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhet afatgjatë do themi, që ka të bëjnë me ujorët e dhjetëçit parë, ka të bëjnë me gaforët e dhjetëçit të tretë, janë solide, kurse me dash, edhe pse ka grindje, janë grindje dashurie them unë, nuk ka diçka për të shqetësuar ose diçka që mund themi çfarë po ndodh. Por në anën tjetër, është një moment tani që vërtet e keni mundësinë, vërtet i keni gjërat siç doni juve, por unë them që është një mundësi e artë për sa i përket punës dhe për sa i përket gjërave që juve doni. Por nuk po themi që ka një gjë që nuk shkon në fushën e dashurisë ose në fushën e gjërave që juve keni, por megjithatë bëni kujdes në çështjet të rëndësishme që juve mund të keni dhe kjo bën që të ndjeni mirë në anën ekonomike financiare, në lidhje me punën. Por në përgjithësi, kjo javë shquhet shumë, për juve që jeni në diasporë për çështje dokumentacioni në Francë apo në Gjermani, të dhjetëçit parë, dhjetëçit tretë kanë mundësi të bëjnë një aplikim ose diçka të bisedojnë, sepse është një periudhë që ka të bëjë me të shkuarën dhe kjo mund t'i mbylli një herë e mirë këto gjëra dhe është e koha më e mirë musha për juve sepse çështjet vijnë gradualisht, janë të realizueshme dhe mundësitë e reja që do të keni në gjëra të mëdha tani e tutje. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek shenja e ndryshimit, por dhe e kërkimit të së drejtës, që do të thotë Akripi. Për sa i përket akrepëve, çfarë ndodh me akrepët? Akrepët një jetë kanë që mundohen shumë, bëjnë më të mirën e mundshme, por i arrin qëllimin vallë. Unë them po, sepse kjo periudhë ju jep shpresë, ju jep mundësira, sado vështërsi që kanë pasur të kësaj shenje, edhe pse në njëra anë gjërat janë krejt ndryshe, në situata të vështira mund keni pasur,
por unë them që kjo periudhë është një periudhë që ju jep mundësi dhe në ndryshime që mund të keni, sepse është kjo kohë shumë e vështirë mund të thoret, por mbyll edhe ca çështje që ishte vështirë më përpara të mbylleshin. Është një moment shumë i mirë në lidhje me çështjet e karrierës ose me gjëra të mëdha që do të kemi, se është pikërisht ky muaj, po të kuptoni, edhe fillon nga kjo javë, kishim eklipsin e hënës që ndikoi disi dhe do ndikoj 3 ditë pas 3 ditë më para, por kemi dhe një eklips tjetër që na pret, i dyti po të flasë për këtë, ka të bëjnë shumë në lidhje me punën, në lidhje me gjërat të ndryshme që do të keni, prandaj do të jemi të vëmendshëm në lidhje me blerjet, miqtemi, sepse blerjet kanë një problem shumë të madh në kohën që nuk jeni gati, ose bëni diçka ta mbyllni një herë mirë, mos ta flini mendje se kjo është e përfunduar dhe nuk kam problem. Në anën tjetër, por gjithsesi, edhe pse koha, edhe pse momenti, periudha që ndodhin dhe o mos, është kohë tjetër, dhe kjo koha tjetër është pikërisht kjo tani, sepse do të keni ndryshime, do merrni me vendime shumë të rëndësishme në kohën e duhur, lidhje me takime, por gjithsesi, kjo është periudha, nëse keni në lidhje me këtë javë, akrepët të dhjetit të dytë mundohen shumë, por mirë është bisedime pasurit pajlueshme, bisedime ligjore, pra të që kanë humbur një gjyq për shembull të dhjetit të dytë, sepse kanë pas më shumë probleme, mund ta rifitojnë nëse anisin diçka, sepse din shumë dhe flasin pak. Prandaj kjo është fitoria juaj, miqtemi, dhe mund të dilni atje ku dëshironi. Por gjithsesi, këto janë çështje kohe, momentesh që do të keni. Në fushën e dashurisë, do bëni shumë kujdes, sepse është një thik me dy presa. Nëse keni pasur një lidhje dhe jeni ndarë për një mirë arsye, kjo bën që juve të rinisni diçka të re, por të jeni të sigurt për të shkuarën. Sepse e shkuara ju ndjek gjithmonë, është një pashaport që ka skaduar, por ka të dhënat ajo pashaport. Sa do e skaduar, emri mbi emri nuk skadon, fotografia nuk skadon. Prandaj, kujdes çfarë dhe se si, sepse mund të keni një problem. Çështjet që lidhen, sidomos bashkim familjar, do keni me dem të dhjetit të dytë ose me luan të dhjetit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e sakrificës dhe e vazhdimësisë, që do të thotë shigjetari. Çfarë ndodh me shigjetarët? Për shigjetarët mund të flasim shumë të 3 dhjetishit, dhjetëshi i parë lidhet shumë me çështjet e punës dhe blerjeve të gjërave familjare. Dhjetëshi i dytë ka disa udhëtime, por udhëtimin e dhjetëshi i dytë do ta bëj dhe do lumturohet, sepse ka në plan, ka për plan më përpara, ka për që në fillim të dhjetorit gjën. Por dhjetëshi i tretë, edhe pse në vështërsi gjërat që bëhen, por bëhen dhe nuk ka kthim pas. Dhjetëshi i tretë, miqtë mi, ka mundësinë të zgjidhin çdo lloj problemi, të zgjidhin çdo gjë në moment. Dhe është pikërisht kjo periudhë, kjo kohë që do të keni mundësinë dhe rëndësinë në fushën e karrierës. Rritjen në detyrë, po. Çështje pune, po. Mundësi të reja, po. Dhe janë gjërat nga më fantastiket që do të keni në fushën e biznesit, juve të dhjetëshit të tretë. Pavarësisht vështërsive që keni pasur më përpara, se ka vështërsi, por ngadonjëherë gjërat mund të jenë edhe më ndryshe siç prisni juve në çështje, i doni direkt. Por direkt nuk mund të bëhen. Prandaj unë them që tani për tani gjërat janë në favorin tuaj,
dhe e keni mundësin për zgjidhje të një problemi që mund të keni pasur më përpara. Edhe pse disa vonesa që mund të keni pasur, unë them që tani e tutje e keni mundësin për të zgjidhur. Në çështjet e dashurisë, edhe pse jeni pak në vështërsi sepse doni të mbyllni një cikël të vjetër dhe diçka nuk po e mbyllni dot. Unë ju them që mirë është vetëm dialogu. Do ta zgjidhni dhe pa marrëvesh i treti. Nëse me njëri tjetrin jeni këtë zgjidhje, është koha më fantastike nëse ju e zgjidhni me njëri tjetrin pa qenë të tretë në mes, sepse ajo e treta prish gjithmonë punë. Gjithmonë është problem. Dhe meqense është një periudhë tani. Kjo periudhë ka një vazhdimsi, jeni shumë të dashur me njerëzit dhe ajo çka do të keni në fushën e dashurisë të juve të palidhurit, që keni të bëni me virgjëresh, keni të bëni me peshk, keni të bëni me dëm të dhjetësit të dytë. Me dëm të dhjetësit të dytë është ajo çka mundson për shembull ose jep diçka shumë të madhe sepse është një periudhë mjaft e mirë. Dhe juve jeni mjaft të stabilizues në fakt në anën tuaj dhe kjo bën që juve të jeni shumë korrekt me të tjerët dhe të ndihmoni të tjerët. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar. Një dokument, një bashkim familjar është më së mundur që të realizohet, por nga premtja e shtuna e diela vini pas sepse janë ditë shumë të mira. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e pasurisë palujshme, tek shenja e ligjeve dhe tek shenja e mundësive. Që do thot britsjapi. Për sa i përket britsjapëve, britsjapët lozin një rol shumë të rëndësishëm. Britsjapët kanë mundësi. Britsjapët kanë çështjet nga më të mëdhat i kanë më të vogla. Sepse garancia që të jetë britsjapi, sado britsjapi është i vështirë, por i kuptueshëm. Është i dashur, por është i hidhur. I ka të gjitha. Çfarë mund të bësh për shkakun që ti jesh brenda gjërave të gjitha? Britsjapi do luajë një rol shumë të rëndësishëm tani në këtë periudhë, sepse është një periudhë me mjaft ndikime, me mjaft stabilizime, dhe juve jeni në gjithmonë në proces dhe i keni gjërat që të stabilizoni në anën tuaj, por është një mundësi, është një moment mjaft pozitiv tani në këtë periudhë, sepse gjërat do të jenë mjaft mirë në anën tuaj dhe në karrierë sidomos, se lidhet shumë me karrierën. Juve jeni karrierist në fakt, dhe kjo bën që juve të ndjeni mjaft mirë, të ndjeni mjaft pozitiv në fushën e punës suaj, në fushën e gjërave të ndikimeve të pozicionimit të planetave, që ju jepet një mundësi dhe është e artë në atë që keni. Dhe meqense ky moment, kjo periudhë ndikon tek juve dhe ju jepen shumë gjëra që juve t'i realizoni, stabilizoni në për veten tuaj. Koha është me juve. Kjo është ajo çka juve ndjeni shumë mirë me njëri tjetrin. Kjo është ajo çka juve i keni të gjitha mundësitë mbi zgjidhjen edhe të çështjeve më ideale të qenë ndonjëherë. Mundësitë të çështjet e rëndësishme financiare, që është tani, kjo periudhë vërtet zgjidh mjaft gjëra, edhe pse ju duket e vështirë, edhe pse nga njëra anë mund mos jetë ajo çka prisni ju, por ndikimi më i madh që është tani ka të bëjnë mjaft në lidhje me pozicionimin e planeteve, ku ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, por do bëni kujdes këtë javë. Këtë javë do ishte mirë të 30 diqët, edhe pse është pozitive disi, por që jemi më të kujdesshëm. Nuk dua ta bëjmë verë gjithmonë, ka dhe pengesa. Meqense kjo mundësia dhe kjo koha që është tani realizon gjërat dhe i arrin atë ku duhet, është mundësia më e mirëmundshme. Favorizimet që ka të bëjnë të 10 diqit të parë, të 10 diqit të tretë kanë ndikime shumë mira në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur probleme ju të 10 diqit të dytë, por është e zgjidhshme.
kurse dhjetiçi i parë dhe i tretë, bashkim familjar kanë me peshore, edhe i dokument që do ta zmarrin e kanë me gafore. Shkojmë tek shenja e radhës. Shenja e drejtësisë dhe mundësisë dhe e gjërave të tjera që do të diktojnë tani tutje. Që do të thotë ujori për sa i përket ujorëve, ujorët duket se tani kanë shumë gjëra në dorë, por mund të realizojnë në kohën e duhur punët e tyre. Këtë javë ju them ujorëve jo të flenë gjumë dhe jo të pushojnë mos bëjnë asgjë. Të gjitha të bëjnë. Meqense kjo javë futet vrullshëm, me gabimet e veta, me mundësitë e veta. Por në anën tjetër, është shumë e rëndësishme çdo periudhë, çdo gjë që ndodh. Meqense ka të bëjnë edhe me karrierën, lidhet shumë me karrierën, por juve keni mundësinë dhe do ishte mirë, shenjë së ujorit, të mos nxitoheni. Dhe keni një të drejtë madhe për kush ma di. Një pasuri, kjo lidhet me shtetin, nuk e di që diçka me shtetin ka të bëjnë shumë, sepse edhe mund të jetë diçka tjetër zhanën, po unë e marr kështu të mirë qenë, dhe di që parë të çështje shtetërore për punë sepse lidhet diçka këtu, mundësit janë të mëdha sepse mund ta zgjidhni dhe mund të përfitoni. Por ai gëzim shumë i madh që do jetë i gjyq, në çështje gjyqësore. Kur fundit do dini fituar, nuk e shikoj unë problem të madh këta. Ajo që unë e shikoj si problem, e shikoj si keq kuptim është ana sentimentale dhe ekonomia që prishin sa lek pa pritës. Nëse këta e rregulloni siç dëshironi, është një mundësi e mirë dhe kohë e përshtatshme. Vendimet dhe çështjet historike që përbën shumë drejtime në punë, në karrierë, në ekonomi, në stabilizimet, në mëdha, dhe vjen momenti i shumë pritur për të zgjidhur gjëra që doni. Lidhje me çështjet e karrierës, lidhje me çështjet e ndryshimeve, lidhje me mundësitë që jepen tani tutje. Kjo është një periudhë mjaft e mirë. Është një periudhë ku gjërat janë në anën tuaj, sepse duam apo s'duam, koha tregon që jeni me fat, dhe është edhe kjo periudhë mjaft e mirë, se duhen për gjërat më të mira dhe më mundësi më të reja që do të keni në fushën e biznesit ju. Dhjetiçi i parë, dhjetiçi i tretë është shumë i favorizuar dhe ndjeni vetë, jo gjithmonë është vaj. Se më shkruani shumë për shkakun që vërtet i thua që është mirë është kjo, po nuk po e shikoj. E vërtet është, sepse kjo është flasë për përgjithësi, nuk flasë për individ, që shikojmë kur ke lindur dhe kur je heq nga puna ose kur ke filluar punën, ka tjetër gjë. Por gjithsesi janë stabilizuese, është kjo javë edhe pse na mëson me vështirësi të mbijetojmë, kështu që kjo është diçka e mirë. Lidhjet që kanë bëjnë ujorët me luan, ujorë me dem, ujorë me akrep, është mirë. Isha i ajri, isha i zjarrit, një shenjë toke dhe një shenjë uji. Pra, pak a shumë në të tre shenja e keni mundësinë bini pas, mos e lini pas dore. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e kënaqësisë dhe e mundësive të mëdha që do të keni tani tutje, që do të thotë peshqit. Për sa përket peshqve, juve ndikime dhe favorizimet që mund të jenë në anën tuaj, edhe pse me këtë ekuinoksin pranveror, që juve ndikoheni shumë për zgjidhjen dhe çështjet që mund të keni, ka me një ndikim shumë të mirë, sepse edhe marrim vendime të rëndësishme, ku kemi diellin dhe mundësitë që do t'i jepen dielli në dash, në shenjë zjarri dhe në shenjë uji, ka një ndikim shumë të madh dhe kjo është një mundësi që juve do t'ju jepet,
ka bëjnë shumë me punën aktuale që keni, me diçka të re që do të keni tani tutje, dhe kjo është një mundësi e artë që është tani. Por gjithashtu, edhe pse juve mërziteni për gjërat vogla të thoshon, se jeni shumë të ndjeshëm, prandaj e keni këtë, por nuk keni pse të më shqetësoni, sepse kjo periudhë është e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me takime që do të bëni, në lidhje me disa vendime që do të merrni, edhe pse kjo mund të jetë diçka ndryshe, mendojmë ndryshe veprojmë, por unë ju them që nuk ka vend për të shqetësuar për juve, sepse keni mundësi për të arritur në finisht, dhe kjo do diktoj shumë gjëra në anën tuaj. Dhe kështu që e keni mundësi për të parë se çfarë do të bëni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me gjërat që do të keni, por gjithsesi do keni kujdes në marrëveshjet që mund të bëni. Prisni pak, mos muzitoni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me akrep është idealja, kurse me bricjak vëmendjen, sepse ka për t'ia vlejtur. Këto ishin pak a shumë pra shkimin e kësaj jave nga data 17 deri më datën 23 mars të 2025. Por para se të ndani bashkë, që të kuptoni mbi eklipset, mbi eklipsin që ndodhi, çfarë dhe ku ndikohemi, dhe pse ndikohemi, dhe kur është kohë e mirë për të marrë, për të bërë një blerje, kur është kohë e mirë për të marrë diçka që e kërkoni me deomos ditën tuaj, momentin apo një lidhje, të thënë lidhje serioze, gjithçka e keni te kjo astrologo.al. Pra, është pikërisht kjo faqja këtu. E shikoni, zgjidhni çdo lloj pakete që keni atje, e keni të afishuara çmimet përkatëse, dhe duke e blerë dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria, aty mund të vendosni gjithçka të dhënat, mund të shkruani diçka dhe e dërgoni, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube, e dëshironi ta dëgjoni të parë, ta shikoni të parë, atëherë te ky butoni këtu, e klikoni, e shikoni, dhe duke klikuar të gjitha, jeni gati për dërguar mesazhin dhe ta merrni live përgjigjen. Nga unë Ropulla, mbarësi në çdo aspekt. Gjithë mira.